Kjo anije luftarake do të jetë Shqipërisë prej së martës. Forcat Heçare e Republikës mori në dorëzim anijen italiane Libra. Mjeti luftarak është bërë dhurat vendit ton nga Italia. Me mundësi të larta të autonomisë dhe kapacitete operacionale të avancuara, Libra është e pajisur edhe me sisteme radarësh të sofistikuar. Nën Admiral Adnan Agastra tha se kjo anije do të shërbejë vetëm në detin Jon dhe Adriatik, por edhe më gjerë në mesdhe. Jo vetëm më të ligjshmërisë në det ato që kemi kryer deri tashmë, por edhe në kapacitete të mbrojtjes dhe të ruajtjes së infrastrukturës kritike ndërkombëtare, detare. Shumë e integrueshme me të gjitha kapacitetet e NATO-s dhe do të shërbejë gjatë periudhës së saj shërbimit të Forcës Detare të Republikës së Shqipërisë, jo vetëm në misionet në interes të sigurisë dhe paqes në hapësinë detare të Republikës së Shqipërisë dhe Adriatik dhe Jon, por edhe më gjerë në mesdhe, atje ku detyrat dhe misionet e NATO-s do të na kërkojnë. Mos fjalë për të njëjtën anije që solli klandestine të parë nga Italia në Shëngjin e që mëtej u zhvendosën në Gjadër. Anija është pjesë e klasës Cassiopeia, e cila ka shërbyer në marinën italiane për më shumë se 30 vjet.